Përshëndetje të nderuar miq, sot është dita e rinisë, 8 dhjetori, 35 vite nga lëvizja studentore, por çfarë ndryshoi dhe jo në Shqipëri, u bë Shqipëria ashtu sikur e donin studentët atëherë, si i gjithë Europa, por mbi gjitha kemi më rini sot apo jo? Për këto gjëra do të flasim troshpa për këto çështje, për këto tema me avokatin Zaçi Islami, mikun e emisionit ton, të cilin edhe në emër të publikut që shprehu me mesazhet dhe me like-et, unë e përshëndes dhe e falenderoj shumë. Avokat, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Një përshëndetje për të gjithë teleshikuesit tuaj, për komentet që bëjnë, për mesazhet që na dërgojnë, për vërejtjet që na bëjnë, sepse kemi nevojë dhe për to. Kemi shumë nevojë bile. Dhe uroj që të kalojnë sa më mirë të mundshme. Sa më mirë të mundshme, po në ditën e rinisë jemi sot, avokat. Si kalohet, si duhet ishte kjo ditë? Jo, tani, në Shqipëri tani nuk flitet më për rini. Flitet për kalamajt e vegjël dhe për pleq. Rinia ka ikur, ka marrë rratin. Por kam një pyetje për të gjithë ata ashtu quajturit student të dhjetorit që prunë atë demokracinë ata, se ata s'kan prur asnjë gur, jo më demokraci që s'kan prur. Demokracinë e prunë Amerikanët, demokracinë e detyruan atë Ramiz Ali, sepse e pajnë që po, edhe vetë ai e pajnë që po për ju mbyt varka anija, edhe u detyruan që bën ca ndryshime që s'kishin nga e mbani, sepse pa ende Ceaușescu se që gjeti. Pra, tranzicioni but, thoni ju, i komanduar, i komanduar, është një opozitë e komanduar, se unë i bëj pyetje atyre, sot ata nga 50 vjeçar, ku jini more ju të ashtu quajturit student, quellat idealin, more idealist, more mashtrusa që shiheni para një propagandet jashtëzakonshme që bëjnë të gjithë kanale televizive dhe shtypi i shkruar në Shqipëri. Jo zotëri, studentët bën një vrim në ujë. Studentët i orientuan, i urdhëruan, i nxorën dhe në krye të Partisë Demokratike, ta quajtur opozit, vun njerëzit e tyre, duke filluar me Neri Tancekën, Sali Berishën, Skënder Gjinushin, Fatos Nanon, e të tjerë. Pra, rini s'ka. Rinia ka ikur. Janë vetëm ata që vazhdojnë shkollën akoma studentët, që vazhdojnë universitetet dhe që presin sa të marrën diplomën dhe t'ikin të tërë, sepse politika që po ndiqet në Shqipëri është që të ikin. Thjesht edhe këto universitetet që i mbajnë hapur, i mbajnë që të paguhen pedagogët që janë njerëz të tyre. Po më thoni avokat që për pak vite s'do ketë më Shqipëri, ndoshta. Praktikisht nuk ke më Shqipëri, se ty në Shqipëri që kanë ardhur me mira emigrant nga lindje mesme dhe lindje e largët. Ke Bangladesh, ke Pakistan, ke nga s'ke. Ata mund vinë që t'jenë edhe studentët e ardhshëm për të mbushur universitetet, që tashmë janë Bosnjë Elbasan, Korçë, Shkodër. Ata vinë këtu për të ndryshuar përbërjen demografike të popullsisë shqiptare. Janë të urdhëruar, u krijon kushtet Bilderbergu zotëri. Në Shqipëri komandon grupi Bilderbergut. Në Shqipëri komandojnë anti-shqiptarët. Në Shqipëri i kanë nxjerrë tani dhe s'kan lënë më figura të degeneruara pa i vënë në lëvizje që njerëzit shqiptarët i vënë në gjumë. Dhe ne praktikisht jemi në gjumë. Avokat, si arriti Sali Berisha që edhe pas 35 vitesh të jetë sërish në krye të Partisë Demokratike? Si mbijetoi ky personazh? Si erdhi atëherë, pra në jetën? Por edhe si arriti mbijeton? Ata që e sollën në 90-ën, ata e mbajnë dhe tani në pushtet. E keni dëgjuar ndonjëherë Sali Berishin që të ankohet për një opozitar që ka ardhur nga Amerika? E keni dëgjuar? Avokat, besoj ju e keni fjalën që pa e mbajnë demokratët, ata që e sollën në 90-ën, apo jo? Apo gabon? Jo. Ai ka krijuar rreth vetes me bekimin e Bilderbergut, ka krijuar atë klikën që është e pamundur të çahet. Dhe është aq i pa fytyrë sa deri dje kishte djalë të shkëlqyer atë Saliani, si e kishte ai, sot nuk la gjë pasën për të, dje nuk la gjë pasën për të. Turk TV. Një burr me dinjitet dhe me personalitet nuk e zëngoj fare, po do të dalë vetë dhe të dalë kaq
flasin njerëz të mirë, edhe njerëz të zgjuar, edhe politikanë, po ai ka një mllef të jashtëzakonshëm, po ai sëmuret. Ati i bie sëmundje tokës, po i doli njëri opozitar në parti. Dhe klika që ka rreth vetes janë të tërë më të poshtër se ai. Avokat, ku kanë përfunduar sot ata që e sfiduan Sali Berishën, që do të thotë është një ndoshta paralajmërim edhe për Staliani. Të tërë u eliminuan. Po jo gjithë, disa ikën jashtë shtetit. Po ja ishte eliminimi. Ca i zori jashtë shtetit, ca u sëmurën edhe, thonë ande nga neve, një polli, një shtiu, një mbeti shterp vetiu. Dhe puna e opozitarëve të Sali Berishës. Pse harruan shqiptarët që bëri Sali Berisha në 93 me atë që i doli opozitar me këto sindikatat. Se mbajmë mend atëherë, po mos e ke fjalën për këto, për Pashkona, ne Jo, e mbaj mendune. Grupi i parë që u çatë. I tropojës me Qevran. Azem Hajdarin. U bë gjitha ajo lufta atëre me Azem Hajdarin, sepse ky Saliu nuk pranonte që të kishte opozit dhe që të kishte sindikat. Ne këto i dim, ne këto i kemi jetuar, dhe Saliu i di, dhe shqiptarët i din. Por këtu është bërë ajo që tham, që njerëzit janë trullosur, njerëzit janë vënë në gjumë, po gënjehen ditë për ditë, po ushqehen me helm mediatik ditë për ditë, minutë për minutë, orë për orë, sekond për sekond. I ke ushqen media e helmuar, komuniste vazhdojnë të mbajnë shqiptarët në gjumë. Avokat, ju keni dëgjuar çfarë është kjo Katovica? Për popullin e kam fjalën, si t'ja shpjegojmë? Katovica është një mbledhje që ka bërë Gorbaçovi me të gjithë këta udhëheqësit e vendeve të lindjes të ish sistemit komunist, në të cilën ai thotë socializmi dështoi, kauza jon nuk doli ashtu siç duhej, ne tani duhet të përpiqemi që të mbajmë pushtetin ekonomik, të ruajmë pushtetin politik, po me forma të tjera, jo me ideologjinë e Marxit edhe me mësimet e Leninit, por pushtetin do ta ruajmë dhe ndërkohë do marrim pasuri, do t'i kemi neve. Eksaktësisht këtë gjë bëri Sali Berisha në Shqipëri, me klikën e Partisë Punës, me komunistët që ka në parti dhe në politikë. Pra s'ka ndryshuar asnjë gjë në Shqipëri. Thjesht kopjuan Katovicën e Gorbaçovit me jetën në Shqipëri. Dhe Ramiz Alia e thot sakt, unë ja u dërgoj po deshet atë materialisht, se e kam mbledhjen e nëndorit 1989, në të cilën Ramiz Alia mblodhi Komitetin Qendror dhe Byron Politike, dhe u thot, ne tani mbaruam si ideologji, socializmi dështoi, por ne do mbajmë, do t'i lejojmë ato partit politike, do lejojmë pluralizmin politik, se në fillim thanë pluralizmin e mendimit, pastaj për ta zbutur, për t'i qetësuar ata të egërtit që donin të merrin armët e të vrisin qytetarët, sepse nuk donin partinë e punës në pushtet, dhe kaluan pastaj në pluralizmin politik dhe tha, ne do t'i lejojmë opozitarët që ta shajnë komunizmin në themelin që ati, po e them në ligjërat të drejtë, në themelin që ati, dhe ajo po bëhet vërtet, këta nuk lanë gjë pasën kundër komunizmi, dhe në fakt janë komunistët që qeverisin, komunistët që vjedhin, komunistët që vrasin, komunistët që e bëjnë të tëra, janë ata. Nuk kanë ndryshuar gjë, dhe janë ata të cilët janë nxitur dhe janë ushqyer dhe janë fuqizuar nga Bilderbergu. Kaq. Avokat, për 45 vite, 40 vite, imperializmi dhe fuqitë e tjera nuk arritën të deportojnë brenda për ta rrëzuar komunizmin. Po tani, mas 35 vitesh, si po e lën kështu? Jo, nuk arritën, nuk deshin të arrijnë. Nuk deshin të rrëzonin. Okej, atëherë nuk deshin. Po sot, mas 35 ja ta them unë pse nuk deshin. Nuk më duhen ata andej. Po marr Shqipërinë. Zotri, në 46-ën nga Shqipëria janë larguar ambasada angleze dhe ambasada amerikane. Edhe Elveri thoshte i përzum neve, si thoni ju, zotri gazetar, një Shqipëri që sa po dalë në lufta
ju kundërvu ushtrisë amerikane dhe ushtrisë angleze, armatimit anglo-amerikan, anijeve të tyre tepër të fuqishme që përmbysin dynjan, jo më zotër, jo, e lanë vetë. Dhe janë ata që na kanë dënuar, na kanë lënë dorë të komunizme. Dhe sot e kësaj dite, dhe tani që flasim bashkë. Komunizmi në Shqipëri e mbajnë në fuqi amerikanët, Bilderbergu, grupi të 300-ve, janë ata masonët, iluminati, janë ata që po na e bëjnë gropën. S'kemi që bëjmë. Kanë dërguar dhe njerin e tyre tani dhe ju bënisë këtyre. E u thot njerëzve rrini urë se do mirë toka, do mirë pallate, do mirë resorte, do mirë apartamente, edhe nga minuta në minutë u thot do t'i merrni ju, ç'keni ju? Edhe njerëzit flën gjumë. Pra, i kanë përdorur, i kanë vënë në lëvizje të tërë armatën e spionëve dhe të agentëve të tyre për të mbajtur shqiptarët në gjumë. Avokat, pra janë shumë influenca që veprojnë në Shqipëri, nga lindja në Perëndim. Jo, nga lindja s'vjen më gjë, çdo gjë vjen nga Perëndim. Ajo që thatë Katovica që janë akoma në pushtet. Iku ajo, që e bëri detyrën, mbaroi. Janë akoma në pushtet ata, sipas mendimit tuaj. Në opozit apo në qeveri, apo në një bashkë, si shkeni qefi ju ta thoni që ai. Si Katovic e bëri detyrën, tani janë format tjerë, janë kapitalistët gjithandej. Pra komunistët u bën kapitalistë. Pra rrëmbythjet e globit u ngritën dhe komandojnë globin tani, ja ka që thjesht është.